Ka momente kur bota rreth nesh qetësohet, por brenda nesh fillon një stuhi. Kur të thonë, po çdo gjë është mirë, por ti e di, brenda teje se jo. Sepse ne jemi nëna. Ne nuk shohim vetëm me sy, por ne ndjejmë. Dhe ai zë i brendshëm që kemi nuk është frikë, por është dashuri, që kërkon të mbrojë dhe nuk di se si. Dhe mes gjithë tyre që mund t'jemi duke kaluar, mos harrojmë, është dikush duke na parë, duke na bashkuar, është fëmia jonë. Do shta si kupton fjalët, por ama ndjen çdo gjë që ne kalojmë. Dhe keni parasysh, edhe kur ti jeni duke u thyer, duhet të qëndroni, sepse buzëqeshja jonë është siguri për ta. Qëndrueshmëria jonë është guxim për ta. Besimi jonë është shpresë për ta. Çdo gjë që ne tregojmë në fytyrë dhe me fjalë, atyre u jep besim. Kjo video është për çdo nën që ka nevojë ta dëgjojë këtë për sot. Nuk je vetëm. Shpesh shoh video që nënat lan karrierën për fëmijë, nënat që bëjnë të dyja. Ne jemi nëna. Puna ne që bëjmë për të rritur, të kujdesur për fëmijët tanë është puna me përgjegjësinë më të madhe në botë. Prandaj, qëndroni të forta, të qeshur përpara të vegjëlve tanë, të kalojmë çdo sfidë. Ndoshta jeni nën që ke nevojë ta dëgjosh këtë gjë sot. Uroj të jeni mirë, uroj të vegjëlit tuaj të keni mirë. Ju përshëndes.